Ngjarja e rënë në mat u hodh nga ura me lart në Ballkan. Ky është nipi i Natkullës që i dha fund jetës. Personi që shihni në këtë foto është 39 vjeçari Klodian Kulla, nipi i Natkullës, i cili u hodh mbrëmjen e dieshme nga ura ku fatkeqësisht humbi jetën. Sipas uniformave blu, dyshohet se Kulla është hedhur nga ura rreth orës 23:40 dhe trupi i tij pa jetë u gjet pak orë më vonë, ndërsa nuk dihen ende shkaqet apo rrethanat e ngjarjes. Në datë 08/12/2025 rreth orës 23:40 tek ura e fshatit Fshat, Bashkia Klos, shtetasi KK rreth 39 vjeç dyshohet se është vethedhur nga ura dhe përpasoj ka humbur jetën. Si pasojë e terrenit vështirë pas disa orësh kërkimi nga shërbimet e policisë dhe të zjarfiksëve, bë mundur gjetja dhe nxjerrja e trupit nga gremina. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për zbardhjen e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes, njoftoi policia.